se në kordonin e parë të sigurisë punojësve të policisë janë të shumtë, i numri konsiderueshëm punojësish të cilët qëndrojnë pa bërë asnjë reagim, po ashtu dhe në krahun tjetër janë edhe protestues të cilët po ashtu qëndrojnë përballë punojësve të policisë. Mes protestuesve dhe policisë, pra kordonit të parë të policisë përballë kuvendit, shohim. Po ndërhyer punojësit e policisë pra për të shpërndarë turmën, pra pa mjetet mund të themi pa mjetet e shpërndarjes së ujit apo të hedhjes së gazit, do provohet kjo metodë, pra do provohet kjo mënyrë e të shpërndarjes të turmës. Nëse nuk rezulton efikase, sigurisht do jenë metodat e tjera që do përdoren nga ana e punojësve të policisë, por për momentin po qëndrojnë në ruajtjen apo në mbikëqyrjen. Dua që të shohim këto pamje të disa protestuesve kundrejt efektiveve të policisë. Një debat verbal, por si kundër shohim edhe qëndrime që vinë kundrejt tyre. Do përdoret kasë. Spraj peperi në drejtim të protestuesve për t'i larguar ata apo për t'i neutralizuar përplasjet mes dy palëve, pra protestuesve dhe forcave të policisë. Duket i njëjti skenar, vijojnë përshtyriet mes forcave të policisë dhe protestuesve, të cilët kërkojnë të kalojnë kordonët e vendosur nga forcat e policisë së shtetit, forcat shqiponja ato të rendit dhe më pas të ndjekura apo të përforcuara nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat përdoren në rast se do të jetë nevojshme ndërhyrja e tyre nëse situata apo tensionet mes të dy palëve do të rriten, pra mes protestuesve dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe policisë të renditur apo të rreshtuar në balë të këtyre protestuesve. Ndërkohë që krahas policisë të cilët vijojnë shtyrjen ka hedhje të sendeve të forta gurve në drejtim të forcave të policisë dhe në drejtim të parlamentit. Kanë arritur të largojnë disi protestuesit, pra të shtynë disa metra nga vendi ku ata ishin vendosur në krye të herës, vijojnë po ashtu përforcimet në drejtim të policisë për të bërë të mundur le të themi largimin apo të protestuesve dhe shmangjen e incidenteve të tjera, përplasjeve të tjera më të dhunshme mes protestuesve dhe policisë. Vlen të theksohet që vetëm përveç një koktejl molotov që është hedhur pak minuta më herët në një prej kazanëve të mbeturinave, nuk ka patur deri në këtë moment koktejl molotov të hedhur pranë parlamentit, mbetet për të parë nëse do të ketë hedhje apo jo të këtyre lëndëve si koktejl molotov po dhe lëndëve piroteknike që u përdorën, vlen të theksohet, pranë kryeministrisë. Vijojnë shtyrjet, përplasjet verbale, por dhe fizike mes protestuesve me forcat e policisë, forcat shqiponja të vendosura në balë të protestuesve. Po, ndërkohë Bekim, edhe kjo pjesë e këtyre pamjeve që jemi aktualisht, është pjesa tjetër e policisë, pra ndoshta rreshti dytë në gatishmëri nëse do të jetë nevojshme ndërhyrja e tyre. Pra për pos kordonit aty ku po ndodh përplasja mes protestuesve dhe policisë, kjo është rreshti i dytë i efektiveve cilët janë në gatishmëri, por nga ana tjetër edhe autoboti i ujit në rast se do të jetë e nevojshme ndërhyrja në ambientet e kuvendit të Shqipërisë. Pra, deri në këtë moment kjo është situata. Po, si të pranishëm që të dyja, si autoboti ashtu edhe forca ndërhyrjes shpejt, ndërkohë tani ka një tentativë tjetër shtyrje mes protestuesve dhe forcave të policisë, si një tentativë për të hyrë, për të qarë kordonin dhe për të hyrë në ambientet e parlamentit, godin të cilën e konsiderojnë si të marrë peng nga ana e majorancës apo qeverisë, pasi sipas tyre ajo do duhet ishte godina që përfaqëson zërin e qytetarëve, por është shndërruar sipas Partisë Socialiste, sipas Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të tyre, është shndërruar